Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Apeli i gjykatës, GKK, si thuhet avokat GKK, gjykata kundër gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pa i gjatë shumë qenë. Se mund ta shkurtoni. E ke dhe të apelit. Ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Erion Veliaj. Të gjitha sulmet, fyerjet, denigrimet ndaj prokurorit dhe gjyqtarit, por dhe urdhrat mbi mediat e shumta që komandon, nuk pinui. Ato u kthyen kundër tij. U ndërtua dhe një dosje tjetër me këto element. Veliaj do të vijojë qëndrimin në paraburgim. Pikërisht për këtë problem do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni, por edhe për disa çështje të tjera shkurt që lidhen me drejtësinë. Do jemi saktësisht një orë. Klodiana Lala, gazetare drejtuese në Shënjesë në News 24, që nuk do të harrojmë ta themi asnjëherë se dëgjon Raxhaj, Irfanit i them Raxhaun, edhe thot pse nuk u tha emri i televizionit. Unë e them të vazhdimisht. Faleminderit shumë që jemi bashkë sot. Ola Xama, gazetare, drejtuese e Kronës dhe të tjerë, po nuk thon, ty nuk më thon gjë. Klodian Tomori, gazetar, një orë, kapitali pikal. Ta themi dhe kapitalin se Jordan Daci, avokati një orë. Faleminderit. Avokat mirëmbrëma, faleminderit shumë që ndihmoni sot. Atëherë kalojmë, Velia i fundos veten dhe filliq mediat në një farë mënyrë, Kishte bërë dhe gjëra të ndryshme shumë mediat me këto. Shuar urdhra nga qelia, shumë rrallë lëshohen. Mafiosët kategorisë shumë të lartë i kanë lëshuar shpesh urdhra të tilla. E habitën dhe si e ka bërë se këta të përgjojnë jashtë, jo mos të përgjojnë brenda. Si ka shkarë kjo gjë, është e habitshme. Zonja Lala tani pas 3 seancave në apelin e GKK-s, se unë prape harrova emrin e gjatë, është marrë më në fund vendimi për masën e sigurisë ndaj Erion Veliajt, i cili mbeti në burg. Çfarë ndodhi në këto seanca, sepse kemi të bëjmë me 3 ditë rresht, dhe ti, shkurt, sakt, qartë, i thua popullatës tani, që ta kuptoj çfarë ndodhi. Ka qenë një proces jo i zakonshëm gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, them jo i zakonshëm sepse përgjithsisht juristët e dinë që seancat për shqyrtimin e ankimimeve përgjithsisht përfundojnë brenda një seance, pra brenda një dite, ndodh shumë rrallë, ose ku ka një numër të madh të pandehurish, ose ku ka çështje shumë të rëndësishme dhe sensitive që mund të shtyhet procesi. Të martën, seanca e parë zgjati afro 7 orë, diku të rreth 3 orë gjysmë kanë folë vetëm avokatët e zotit Veliaj, Artur Selmani dhe Ermir Beta, të cilët listua në mënyrë të përmbledhur të gjitha provat dhe faktet që sipas tyre zoti Veliaj nuk mund të qëndronte në masën e arrestit në burg. Ata kërkuan dhe vendosën një garanci pasurore me qëllim që zoti Veliaj, pra kryetari i Bashkisë Tiranës, të lirohej kundrejt garancisë pasurore. Sipas avokatëve nuk ekzistonin kushtet dhe kritere për mbajtjen e zotit Veliaj në masën e arrestit në burg, sepse ata pretendonin që Erion Veliaj nuk kishte asnjë rrezik të dëmtonte provat, të intimidonte dëshmitarët, t'i largohej dhe t'i fshihej hetimit e tjera me radhë. Dhe me këtë argument, normalisht pretendonin që duhet lihej i lirë. Pastaj mbajtën fjalën e tyre avokatët e të dyshuarve të tjerë, Elmana Bules, Gentian Sulës, Shkëlqim Fushës dhe Meriman Palushit. Fatmir Bektashi dhe Ajola Xoxa, pra biznesmeni Fatmir Bektashi dhe bashortja e kryetarit të bashkisë, nuk kanë ushtruar të drejtën e ankimit. Kanë vendosur të zbatojnë vendimin e gjykatës së posaçme. Shkallës parë. Të shkallës parë, po, dhe nuk kanë shkuar në apel. Çfarë ndodhi? Pasi përfunduan të gjithë avokatët, mori fjalën prokuroria për të kundërshtuar pretendimet e avokatëve dhe në fjalën e saj prokuroria tha që zoti Veliaj duhet të mbahet në burg dhe një ndër pikat kryesore që prokurorët arsyetuan kishte të bënte pikërisht me faktin, sipas tyre zoti Veliaj përbënte rrezik për kërcënimin e dëshmitarëve, shantazhimin e tyre apo prishjen e provave dhe për të provuar këtë gjë sollën disa përgjime të realizuara në qelinë e burgut të Durrësit. Pra zoti Veliaj, që nga momenti që është izoluar në paraburgimin e Durrësit, në datën 13 shkurt dhe deri ditën që ka qenë që është paraqitur në gjykatën e apelit posaçëm, është përgjuar me vendim të gjykatës së posaçme
në të gjitha biseda që ai ka patur me personat të ndryshëm, po kryesisht janë biseda me familjarët e tij. Dhe ndër të tjera, prokurorët pretendojnë, sipas tyre, që zoti Veliaj ka orkestruar sulme ndaj njerëzve të drejtësisë, duke përdorur media të caktuara, së pari, dhe së dyti, ai ka kërkuar që të ketë një sulm të koordinuar ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që do shqyrtonin çështjen e tij. Më pas ka patur një gjuhë të ashpër ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe disa zyrtarëve të tjerë të lartë dhe në veçanti ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për shkak të një kontrolli që është bërë në qelinë e zotit Veliaj dhe në sektorin ku ai është izoluar, sepse ka patur dyshime që mund të kishte celular dhe ka patur një përmbysje, nëse mund ta them kështu, të qelisë zotit Veliaj dhe zyrtarëve të tjerë të lartë. Unë kam thënë dhe më herët që zoti Veliaj ndodhet në të njëjtin sektor me Alçi Bllakon, me ish deputet socialist, me Ilir Beqan, ish ministri i shëndetësisë dhe zyrtarë të tjerë, dhe gjatë këtij kontrolli, me sa duket ky moment nuk është pritur mirë nga zoti Veliaj dhe ka një gjuhë sipas prokurorëve kërcënuese. Dhe prokurorët në sallën e gjyqit kanë deklaruar që për shkak se zoti Veliaj ka këtë sjellje edhe në një institucion sigurie, siç është IEVP-ja e Durrësit, imagjinoni, thon prokurorët, pra pretendojnë ata, se si mund sillet ai jashtë me dëshmitarët për shkak të pushtetit politik, për shkak të pushtetit financiar dhe për shkak të pushtetit mediatik. Dhe për këtë arsye prokurorët kanë këmbgulur që të mbajnë në masën arrestit me burg. Për shkak të këtyre provave të reja, vetëm përgjimet janë diku te rreth 90 faqe, ato se janë zbardhur sepse ka shumë të tjera të cilat nuk janë. Provat e reja që depozituan? Po, prova e parë është përgjimet dhe këtë po të arsyetoja. Pas kësaj janë depozituar edhe disa kontrata dhe fatura që kanë të bëjnë me kompanitë që kontrollohen sipas SPAK-ut nga bashkëshortja e kryetarit të bashkisë dhe menjëherë më pas avokatët kanë kërkuar kohë të japin pretendimet e tyre në raport me këto prova të reja. Dhe ditën e djeshme pati një tjetër seancë maraton, ku avokatët bën pretendimet e tyre dhe foli dhe vetë zoti Veliaj. Zoti Veliaj deklaroi në mënyrë të përmbledhur që SPAK po përdor kundër tij biseda me të birin dhe me familjarët. Janë biseda sipas tij që kanë të bëjnë me intervista që ka dhënë në media kryesore në vend për të sqaruar pozitën e tij. Pra ky ka qenë pretendimi i zotit Veliaj dhe nuk mund sipas zotit Veliaj që bisedat e tij me familjen të përdoren si prova në proces. Ndërkohë SPAK thotë që po mund t'i përdorë si prova në proces, sepse e ka bërë përgjimin të autorizuar me vendim të gjykatës, është në një institucion të rëndësisë veçantë, siç është IEVP-ja, pra institucioni ekzekutimit vendimeve penale, dhe për këtë arsye thotë mund të përdoren. Sigurisht që brenda atyre përgjimeve ka absolutisht shumë detaje, të cilat në zbardhjen e masës sigurisë, por edhe me dërgimin e çështjes në gjykatën e lartë, mund të jetë edhe më e qartë se çfarë gjuhë ka përdorur zotin Veliaj, kush janë zyrtarët e tjerë që ka shantazhuar, çfarë ka kërkuar konkretisht që të pasqyrohet. Pra ideja ka qenë që ai ka orkestruar një sulm ndaj njerëzve të drejtësisë për të pasqyruar një realitet të ndryshëm nga ai çfarë kanë rezultuar hetimet. Pra kjo është pak a shumë panorama asaj çfarë ka ndodhur. Ndërkohë ditën e sotme ishte vetëm shpallje vendimi që u la në fuqi masa për zotin Veliaj dhe për 3 biznesmenët, pra detyrim paraqitje për Gentian Sulën, Shkëlqim Fushën dhe Meriman Palushin. Ndërkohë u zbut masa për biznesmenin Elman Abule, nga arrest në burg u dërguar në masën e sigurisë arrest shtëpie. Atëherë, avokat fare shkurt, përgjimi që është bërë Veliajt aty dhe kërkesa e tij e rezonte përfundimisht me ato që kishin përgjuar SPAK-u, e rezonin përfundimisht kërkesën e tij për një masë tjetër sigurie, apo jo? Unë mendoj që edhe pa ato përgjime, mundësia që të ndryshohej ajo masë në kushte normale ishte e pamundur, sepse mendoj që me standardin që ne kemi sot dhe me ligjin që kemi sot, nuk kishte se si të ndryshohej në parim. A mund kemi këtë debat, se ka plasur një debat e madh mbi standardin e tjerë, sigurisht unë do isha për një standard më liberal, më demokratik, por kjo do duhet që në radhë parë të ndryshoj legislacionin tonë. Nga ana tjetër, mendoj që prokuroria i ka paraqitur ato prova jo sepse është ndjerë e kërcënuar nga mundësia e ndryshimit, por si çdo palë edhe prokuroria, po edhe avokati do me çdo kusht që të mos lërë asnjë lloj hapësire të mundshme. Kështu që ato ishin prova të cilat praktikisht cimentosnin në mënyrë përfundimtare pozitën e prokurorisë posaçme në apel dhe unë e kam thënë përpara që ka zero mundësi, pavarësisht se pati shumë
ide të sponsorizuara, por edhe të menduara, ndoshta rast pas rasti, që mund të liroj, nuk kishte asnjë lloj shanse, sepse e kam thënë dhe duhet ta them me fjalë edhe për popullin. Çdo shqiptar tjetër në të njëjtën pozitë nuk do kishte asnjë shans të dilte nga burgu. Qartë. Nëse do dilte Erion Velia, do ishte një Duhet mbyllësh papu. arsye krejt jo normale dhe një praktik jo e zakontë, sepse edhe për vepra shumë herë më të lehta dhe njerëzit që ndrojnë burg, dhe jo për vepra të atij niveli dhe për më tepër ku fatkeqësisht për fatin e keq të tij, sepse unë jam solidar me çdo person që ndodhet në paraburgim, të jemi sinqert. Normalisht gjua dhe gjithë veprimet e pakujdesshme të kujdesura të tij në paraburgim kanë rënduar pozitën dhe për mendimin tim i kanë prerë mundësinë edhe të një shpresë që çdo kush mund ta ketë tek gjykata e lartë apo Avokat, prej sa vjetësh shërbeni ju në këtë profesion? prej vitin 2004. Prej viti 2004, do me thënë 20 vjetë, 21 vjetë. 21. Në këto 21 vjetë avokat ju ka bërë ndonjëherë që të kemi një rast tjetër kaq agresiv, siç është. Të jemi sinqert, ka thyer rekordin për 2 tregues që normalisht nuk janë gjëra për cilën kënaqen për asnjë person. Një, ka pas numër më të madh njerëzve që kanë festuar për një ngjarje e tillë që në fakt nuk ndodh. Janë arrestuar njerëz me shumë probleme, shumë më të rrezikshëm se sa qoftë edhe ky Erioni sipas prokurorisë. Ka pasur një gëzim të madh thonë ju. Që është e pashpjegueshme dhe që realisht ka habitur. Popullata është gëzuar. Tani populli jonë përgjithësi është popull që kënaqet kur ishin njerëz duke vuajtur, por gjithsesi kjo nuk ishte një gjë e zakonshme, të jemi sinqert. Dhe pjesa tjetër, edhe përplasja e tij me median ka qenë një betejë e humbur dhe përdorimi po ashtu i medias deri diku për të mbrojtur, qoftë edhe për të mbrojtur mendimin e tij, mendoj se ka qenë një faktor shumë i dëmshëm ndaj tij. Mendoj se nuk ka patur as këshillat e duhura, ose nuk ka patur durimin të respektojë dhe të dëgjojë këshillat e duhura, si çdo njeri në momentin kur ndodhet në pozitën e tij, duhet ta lërë mendjen e tij një anë dhe të marrë mendje më të zgjuara se sa ai në profesion. Dhe sigurisht është normale që familja e tij ta vuajë etj dhe padyshim solidarizohet me atë pjesë njerëzore. Por sistemi gjyqësor nuk mund të sulmohet në atë formë pavarësisht të metave dhe problemeve që ka, edhe në raport, ndoshta edhe ndaj rastit të tij do është herët për ta gjykuar, por ajo që bëri gabim si zoti Velia, po mendoj edhe njerëzit përqar këtij, ishte mbi vlerësimi i tepërt dhe jo i sakt i momentit procedural në të cilën ndodhi ai. Standardi i legjislacionit shqiptar, po i gjithë botës plus minus, në caktimin e një mase, në momentin e parë të një çështje, është fare i ulët. Ndërsa këta e mbushën opinionin publik me një pretendim maksimal i cili mund t'i afrohej nivelit kur personi do të dënohet ose në fund. Po jo për masën e sigurisë i cili bazohet thjesht në një dyshim të arsyeshëm bazuar në prova. Edhe një avokat i Amerikës erdhi këtu. Ajo pastaj ishte një marketing përsëri. Amerika ka filluar të vi, për shembull edhe këtu erdhi avokati i Amerikës për Erion Veliun, erdhi edhe një për doktorin paracakosh Çivita që si ka. Tani nëse ai erdhi dhe djali Trumpit vetë në Beograd, takoi Vučićin dhe këto dhe do ndërtoi aty Trumpi, domethënë djali. Nëse do shkoja unë në Amerikë, gjë e parë që do bëja është avokati shkoja, ama lejon ligji amerikan që ta bëjë një gjë të tillë. Ai as këtë se bëri, as nuk pyeti. Kështu që për mua thjesht erdhi bëri një xhiro deri në Shqipëri dhe për një xhiro po kishte marrë pagesë. Atë se di, mund të Jo e tha do livlloj i Velia dhe tha. Ideja padyshim që avokatët në Amerikë marrin para shumë, marrin shumë padyshim, megjithatë mund të ketë edhe një variant tjetër, nuk e paragjykoj dot. Ka para në Amerikë. Jo, ka edhe disa kompani të caktuara të studieve ligjore, kur ka raste të cilat tërheqen vëmendje të madhe, meqense në Amerikë nuk lejohet marketingu për studiet ligjore, nuk lejohet reklama. Këta kanë dhe një lloj mënyre për tu listuar, themi, në për mediat e botës etj. Kështu që nuk është çudi që të ofrohet dhe me çmime të lira, po ndonjëherë po nuk besoj të jetë ky rast edhe falas. Po ka nevojë sepse e keni mbi vlerësuar të lloj studio, sepse në Amerikë, që ta dini ju, studiet e mëdha bëjnë xhiro me miliarda dollar. Kjo nuk është kjo në atë kategori. Top 10 law firms janë të tjera, pavarësisht asaj, nuk është studio për ta nënvlerësuar, padyshim, por nga pikpamja profesionale, domethënë një avokat duhet dinë rreth parë limitet e tij.
Dhe fatkeqësisht ai nuk mori vesh asgjë, sepse ligji jonë nuk e njeh një avokat amerikan. Duhet të ishte i vendeve të Bashkimit Evropian dhe padyshim ishte edhe një marrëveshje me një studio vendor. Ishte fakti që të duke një Amerikan aty, e kupton. Se Amerika tani është edhe më ndryshe, ëh? Shiko, një njeri që është para burkim nuk mund të pritet të ketë arsyetim të kthjellët në çdo parametër. Më shumë ka qenë një pjesë PR-i, me qenë se një nga partnerët e kësaj studio ka qenë për një periudhë avokati presidentit Donald Trump. Qartë. Po, ja shikon tani, po u lidhen me atë tani, edhe dikur vjen aty edhe Lashivita ishte lidhur me këtë dhe ky tani, kështu janë gjëra tani. Mjafton të thuhet emri të nëse. Gjithë kapin e gjetet. Tani, Klodi Lala, për para se të kalem të do mori, i specifikove ti edhe të media, të Ola për median, urdhat e Veliajt për median, po çfarë përgjimet e spakut për Veliajn dhe vëllan, mi specifikove ti? Ti specifikova, pra ka dy drejtime, ka një drejtim që zoti Veliaj përpiqet të ushtrojë gjithë ndikimin e tij në media kryesore, me qëllim që të ketë sulm ndaj institucionit të SPAK dhe ndërkohë të ketë një narrativ që i shkon. Cila realisht u reflektua. E para dhe e dyta, janë printuar në fakt shumë media të cilat janë dorëzuar si provë në gjykat, faqe online e tjera me radhë, dhe e dyta ka të bëjë me një gjuhë shantazhuese sipas SPAK-ut që është përdorur në drejtim të disa zyrtarëve të caktuar. Për shembull, mes tyre janë zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë, se për cilat arsye zoti Veliaj ka patur një gjuhë shantazhi ndaj tyre, këtë nuk di ta them, sepse është një çështje që është duke u hajtuar, por ndaj Ministrisë së Drejtësisë dhe ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, kishte urdhëruar një kontroll në qelinë e zotit Veliaj, ka patur një gjuhë jo të pranueshme. Dhe nisur nga ky shkak, prokurorët thonë që përbën rrezik zoti Veliaj të dëmtoj provat, të vënë në rrezik marrjen e tyre, po ashtu të friksoj dëshmitarët në procesin ndaj tij, bashkëshortes, por edhe personave të tjerë të bashklidhur. Ola, konkretisht çfarë urdhrash, sipas jush se ke disa ditë që ka ndodhur kjo, 3-4 ditë domethënë, çfarë urdhrash ka dhënë Veliaj për mediat, është mjaft e çuditshme që një politikan i arrestuar të ketë ende ndikim të rëndësishëm në mediat nga burgu. Sikur të jetë kryetari ndonjë organizate të madhe, mafioze që drejton në Maqelia. Ylli, nëse do të më linit pa kohë, do doja që ta analizoja pak se si është piramida e urdhrave që zoti Veliaj u ka dhënë medjave. Se cilët janë urdhrat konkretisht që zoti Veliaj ka dhënë medjave, këto do presim që ta lexojmë te vendimi arsyetuar i gjykatës dhe i zbardhur. Por nga ajo që ne kemi lexuar në media, e kemi kuptuar që këto lajme, kryesisht fushata të mëdhaja dizinformimi ndaj prokurorëve të çështjes dhe gjykatësit të çështjes zotit Erion Bani, por përfshir edhe të gjithë familjarëve dhe njerëzve të afërt të tyre, kanë qenë të porositura me qëllimin e vetëm që t'i intimidojnë, mbase edhe t'i shantazhojnë njerëzit e drejtësisë që të bëjnë kujdes te çështja dhe tek hetimi i zotit Erion Veliaj. Ajo që bën pikë së pari përshtypje është që zoti Veliaj, edhe pse ka shkuar për një vendim të gjykatës që ai e ka kundërshtuar si të padrejtë, ka vijuar të shkel ligjin. Duke përdorur telefonin, të cilët më pas kontrollit ja kanë marrë. Dhe ky veprim jo vetëm që ka treguar një naivitet nga ana e tij, ku ai ka vazhduar që të flasë në telefon edhe pse nuk i është lejuar, po tregon dhe mitin që ai ka vazhduar të besojë që unë jam dikush i paprekshëm dhe askush nuk mund të hyjë në ambientet e paraburgimit dhe të ushtrojë kontroll dhe të më marrë telefonin, gjë që kjo më pas ka ndodhur dhe është vendosur në përgjim telefoni i vllait të tij. Strategjia e përhapjes së fushatave të dizinformimit, ku janë përfshirë prokurorët, gjykatësit dhe familjarët të tyre, konfirmon për herë të parë me fakte që Erion Veliaj porosit fushata dizinformimi për çdo që ai e konsideron kundërshtar, qoftë në arenën politike, qoftë në fushën e medias, që mund të jetë gazetar, qoftë tashmë edhe në fushën e drejtësisë. Por kjo ka edhe një anë tjetër. Ky zbatim me përpikmëri i të gjitha urdhrave dhe lajmeve të rreme që porositen nga zoti Erion Veliaj, pa publikuar fakte të vërteta, duke u bërë palë me zotin Erion Veliaj dhe duke e ditur me ndërgjegje që ti po fabrikon dhe po publikon shpifje, me qëllim
denigrimin e disa figurave, mbase edhe bërjes pjesë si bashkëpunues në shantazhin e prokurorëve dhe gjykatësve, tregon nivelin se ku ka rënë media shqiptare. Dikush nga burgu, në këtë rast kryetari i Bashkisë Tiranës, porosit lajme dhe ata zbatojnë këto lajme. Pyetja që shtrohet është përse e bëjnë këto media? A janë media të cilët ndajnë të njëjtin këndvështrim me zotin Veliaj, sepse besojnë të disa parime që ai është një politikan i mirë, i punës, kanë mbetur çerdhet dhe kopshtet e Tiranës pa ndërtuar edhe duhet që të dalë jashtë, dhe po bëjnë këtë lloj fushate dhe mbase flasin në telefon me zotin Erion Veliaj? Nuk besoj se është kjo arsyeja, po të dim kontekstin e disa lajmeve që janë publikuar, të mënyra se si ai i referohet dhe i konsideron disa gazetarë. Ata janë thjesht qirak të listës së borderos së pagesas së Erion Veliajt nga kompania e marketingut të vllajit të tij, kompania Google. Dhe këtu po të shkojmë. Për qirak të vegjë, sepse aty bëhet fjalë për televizionet të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Kjo është një tjetër pikë e rëndësishme. Nëse... Shembull, pash intervistën e Mostemi Emër të moderatorët të njohur shumë, dhe thoshte që ne kemi marrë, s'kemi bashkëpunim fare me atë, po kemi marrë intervistën të gatshëm nga zyra e shtypit e Erion Veliajt. Si mund merret intervista pyetje përgjigje e gatshme? Sharje dhe gjuhën fyese ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve kemi parë edhe në rastin e arrestimit të zotit Meta, madje edhe përpara arrestimit, edhe në rastin e masës së sigurisë që u vendos për kreun e opozitës zotin Sali Berisha. Por, në ndryshim nga rasti i shantazhit të mediave të zotit Veliaj, ata kanë dalë vetë me figurën e tyre për t'i thënë këto gjëra, dhe një pjesë e mediave i kanë transmetuar, ose këto media që janë komanduar, janë përpikur të bënë një investigim dhe 2-3 fakte mund të kenë qenë të vërteta, ndërkohë, por nuk janë media kombëtare. Këtu janë bërë pjesë mediat kombëtare dhe ato janë frekuenca publike. Janë frekuenca publike dhe janë media kombëtare dhe ky është një turp shumë i madh pastaj. Dhe ka një problem, ja tani do kaloj të Për ta lidhur gjithë skemën kam pikën e fundit se si lidhet me kompaninë e zotit Arbër Veliaj. Një kompani me vlerë 50.000 euro xhiro, e cila blihet në vitin 2011 për aksionet për vlerën 1.000 euro nga zoti Arbër Veliaj, kishte një xhiro modeste, në vitin 2014 kur zoti Veliaj vjen në pushtet, xhiro e kësaj kompanie rritet, duke shkuar 230.000 euro në vitin 2014, më pas vitet e tjera 3 milion euro. I ka nisur, nuk ishte interviste gatshme, për i ka nisur emision i pyetjet, po? Për të arritur në vitin 2023 me 8 milion euro xhiro. Pra, kompania e zotit Arbër Veliaj ka bërë në gjithë të vite 30 milion euro xhiro me një fitim neto të deklaruar 4.5 milion euro. E klientët kryesor të kësaj kompanie janë kompania e telekomunikacionit One, Intersig, disa banka tregtare, Coca-Cola, Philip Morris, Procter & Gamble. Me probleme shumë të rëndësishme në Shqipëri. Dhe kompania One, ndërkohë që edhe në ambientet e kësaj kompanisë SPAK ka ushtruar kontrole disa javë më parë dhe janë duke parë kontratat se me çfarë çmimi kanë paguar kompaninë Google të zotit Arbër Veliaj. Kompania One Communication duke kërkuar për vllain e Veliajt kush e di, te One kush e di do të dalë gjëra tjera. Në vlerën 1 milion euro nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që të ardhurat që kompania Google e zotit Arbër Veliaj te kompania One janë 5 milion euro, thot SPAK. Tani, një pyetje që shtroi unë është, si ka mundësi që të gjithë familjarët e politikanëve në Shqipëri dhe zyrtarëve të lartë sa herë që hapin një kompani janë të suksesshëm. Nuk kemi asnjë rast, mund të ketë raste shumë të rralla që të afërmit e tyre dhe rreth i tyre familjar kanë parë punën e tyre dhe nuk kanë hapur kompani, po këta të gjithë që hapin një kompani pa pritur 30 milion euro xhiro. Po të shohim edhe kompaninë e zonjës Ajola Xoza, edhe Partner Law, po ashtu me një xhiro shumë të lartë. Po të shohim listën e klientëve, të gjithë klientë të Bashkisë së Tiranës. Po të shohim edhe kompaninë e vjerës së zotit Erion Veliaj, edhe ajo me një xhiro shumë të madhe. Po të shohim edhe kompanitë e kushërimve të zotit Veliaj, edhe ato me xhiro shumë të madhe. Pra, gjithë fisi dhe të afërmit e këtij zyrtari papritur bëhen të pasur dhe gjejnë lumturinë në realitetin shqiptar. Dhe pyetja që ne shtrojmë, e ka gabim SPAK tu? E ka gabim SPAK? Sigurisht. Tomori? Ajo që më bën përshtypje mua në gjithë
dhe që ka lidhje me ato që janë pra seti i dytë i provave që SPAK pretendon se ka ndaj kryebashkiakut për orkestrimin, po themi, të sulmeve ndaj njerëzve të drejtësisë, është që pse nuk ka masa apo akuzë për kundërpartët, pra për palën tjetër. Sepse nëse SPAK thot që zoti Veliaj nga Burgu, dhe këtu mund na ndihmojnë edhe juristët, nga Burgu ka urdhëruar dhe orkestruar dhe dirigjuar një sulm shantazhi ndaj njerëzve të drejtësisë, atëherë pse nuk është ngritur, pse nuk është marrë mas ndaj atyre aktorëve që e kanë vënë në jetë të sulm. Sepse unë kujtoj një rast që ngjason faktikisht me këtë, në Itali, ku prokuroria që hetonte Berlusconi, një nga prokurorët që hetonte ish kryeministrin e ndjerë të Italisë Silvio Berlusconi, gazeta e Berlusconit i pati bërë një shkrim gjatë kohës që ajo e kishte në netim, dhe prokuroria nxori urdhër, shkoi bllokoi gazetën, e sekuestroi, mori drejtorin e gazetës me pranga e shoqëroi, mori dhe gazetaren që i kishte bërë shkrimin, i shkuan i bën kontroll gjithë natën në banesë, me këtë akuzë pra, për shantazh ndaj të njerëzve të drejtësisë. Në këtë rast, nëse SPAK e pretendon, apo prokurorët pretendojnë, pse nuk ka masa për, po themi, ata njerëz që janë bërë pjesë e këtij skenari. Sepse ne duhet pranojmë edhe diçka. Kjo është një akuzë, apo to janë pretendime që duhen kopsitur shumë mirë që të qëndrojnë, sepse linja e palishmërisë, linja që ndan palishmërinë me lishmërinë në këtë rast është shumë e hollë. Pra një gazetar mund të ketë edhe qëndrimet e veta editoriale që mendon se kryetari i bashkisë janë duke i rënë në qafë, ose e mbron edhe për miqësi, po kjo nuk e bën atë bashkëpunëtor apo pjesë të një komploti, apo jo. Por nëse i jemi përballë faktit që këtu ka pas një sulm të dirigjuar, të orkestruar për të shantazhuar zyrtarët publik, në këtë rast prokurorët, sigurisht që do duhet kishte masa dhe në krahun tjetër. Sepse ka nën kod penal, nëse të shantazhon njeriu që është në detyrë e kështu me radhë. Pra, këtë nuk arri ta kuptoj dhe ndoshta Klodi mund na sqarojmë më shumë në këtë pikë. Për para se ta sqarosh pikën, kam dhe diçka tjetër unë. Për të shtuar, të lutem, duket që është ideja, ndoshta gaboj unë, po sikur se kam dëgjuar, që do të ketë akuzat të tjera shtesë për të rasti Veliajs që janë dhërat apo. Tani, zoti Veliaj është nënhetim edhe për disa raste tjera, si që është inceneratori Tiranës. Dhe brënda inceneratorit të Tiranës... Ne do kalojmë pas pak në një pyetje konkrete. Aty është edhe marrëveshja e dherave, që si... Përveç inceneratorit, po, edhe dherat janë aty. Është edhe marrëveshja e dherave. Që aty është duke vijuar dhe duhet presim që të ketë një vendimarrje nga ana e prokurorisë, por është një çështje e hapur. Që për sa kohë që zoti Veliaj ka më shumë se 2 vjet që po hetohet roli, po për të kthyer tek ajo që thot Tomori. Problemi është që unë nuk e di çfarë do të bëj SPAK, se unë jam SPAK, jam një gazetare që raportoj mbi bazën e atyre dhënave që siguroj. SPAK ka pretenduar që zoti Veliaj pra është një person i cili paraqet rrezikshmëri sipas tyre për të infektuar provat dhe për të intimiduar dëshmitarët për shkak të gjuhës që ka përdorur gjatë përgjimeve telefonike, kryesisht me të vllajën, por edhe me persona të tjerë, pjesëtar të familjes, apo nuk di të them kush janë të gjithë përgjuarit, sepse ajo ka qenë një çështje tepër sekret. Pastaj, kjo është, ju e thatë vetë që është një fije shumë e hollë. Dikush vërtet mund ta besojë atë gjë çfarë ka shkruar. Kështu që unë nuk besoj që SPAK-u mund të na detyrojë ne apo të na tregojë mënyrën se si ne duhet të sillemi. Problemi është që nëse provohet shkak pasojë, pra nëse provohet që zoti Veliaj ka urdhëruar të bëhet një lajm i rrem ose të vihet nën presion një gjyqtar apo një prokuror, kjo është vepër penale dhe patjetër ka edhe bashkëpunëtor. Kështu që unë nuk jam në gjendje ta ndaj sot. Pardje, në sallën e gjyqit, prokurorët kanë dërguar në tavolinën e gjyqtarit Engert Plumbi, minimalisht 90 faqe përgjime, dhe mund të ketë qindra të tjera që nuk janë zbardhur ende, dhe kanë pretenduar që zoti Veliaj ka tentuar të devijojë të vërtetën asaj çfarë thuhet në dosje dhe të ketë target
sulmi, gjyqtar dhe prokuror. E para. E dyta, ka pasur një gjuhë jo normale, pra kërcënuese ndaj disa zyrtarëve dhe për shembull konkretisht ndaj drejtorisë përgjithshme të buxheve, që ka urdhëruar kontroll në qelinë e tij dhe në gjithë sektorin ku ai mbahet i izoluar. Kështu që qëllimi kryesor, me sa unë kam kuptuar, se SPAK nuk mund të ndërhyj, mendoj, në punën e medias, pra duhet ta ndaj shapin nga sheqeri dhe të ndaj atë vijën e holl, pra atë çfarë një gazetar beson vërtet dhe që e bën për parim dhe që e bën për atë çfarë realisht ka parimet e tij, ka etikën profesionale e tjera me radhë, dhe gjë tjetër pastaj kur hyn interesat në mes. Pra unë nuk jam gjendje të them që çfarë do të bëj SPAK me këtë pjesë. Ama nga ana tjetër, di të them që përgjimet janë aty, qëllimi kryesor ka qenë sipas prokurorëve të qëndroj prapa hekurave zoti Veliaj, sepse dalja e tij mund të rrezikonte procesin hetimor në vijim. Pra kjo ka qenë aja e gjës. Pastaj rrugës mund të dalë që të gjenden prova, jo vetëm për zotin Veliaj prova të reja, por edhe për shumë personazhe që e rrethojnë. Dhe avokati mund të ndihmojë më pas se si hetimi mund të nxjerrë gjëra që ne mbase nuk i mendojmë fare. Ata kanë dorëzuar edhe fatura të reja, edhe transakcione bankare, edhe dokumenta dhe fatura, më falni, kontratat të firmosura nga kompanitë ajo Laxozës, pra që sipas SPAK kontrollohen direkt apo në mënyrë të tërthort nga ana e saj. Kështu që mund të dalin të dhëna të reja, por sigurisht ajo çfarë mua më shqetëson është që ne kemi konstatuar, ne të gjithë që jemi këtu, po besoj edhe publiku, që ka patur media të tëra, që kanë patur një gjuhë të kërcënuese ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe gazetarëve po deshe, dhe ndaj gazetarëve, që është një gjuhë e papranueshme në këndvështrimin tim, sepse nëse ka prova dhe fakte për një gazetar apo për këdo në këtë vend, patjetër që gazetari duhet bëj punën e vet, por të marrësh dhe të nxjerrësh fotot e fëmijëve, të gjyqtarëve, prokurorëve etj me radhë, mua s'më duket normale, pra nuk më duket gazetari. Kështu e shikoj unë, mbase unë jam e gabuar. Patjetër që SPAK nuk ka monopolin e të vërtetës dhe siç e thash, të gjithë ne këtu kemi çështja është që të gjithë këto lajme editoriale, analiza që janë bërë në media janë nisur sepse këtë bindje dhe këtë këndvështrim ka gazetari apo sepse ai është paguar me qëllim shantazhimin e njerëzve të drejtësisë. Pra, po nëse ke provuar që është bërë me pagesë për të shantazhuar njerëzit e drejtësisë, nuk do ngresh, nuk do mbash vetëm Velijen aty. Po, patjetër. Ka dhe bashkëpunëtor. Prandaj po them se kjo është një çështje shumë delikate. Vija këtu është shumë e hollë që e ndan gjën nga, pra, të palishmen nga e lishmja, sepse mund të ketë gazetar që mund ta kenë miq zotin Veliaj dhe e ndihmojnë në një moment të vështirë duke gjetur argumenta brenda dosjes së SPAK, se ajo dosja është 300. Po, jo të shantazhojnë prokurorin dhe gjykatën ama. Se këto edhe po e bërë palas prap shantazh është, bashkëpunim për shantazh. Se edhe avokati sot thoshte, po thonë intimidim, thoshte, por intimidim nuk ekziston në... Cili avokat? Avokati zoti Veliaj. Jo, nuk ishte zoti Max Agija, nuk ishte avokati zotit Veliaj, ishte avokati bashkëshortes zotit Veliaj. Sepse dy avokatët e zotit Veliaj, tani nëse kapimi pas fjalës, kjo është histori tjetër, po... Jo, nuk kapim pas fjalës, Klodo. Po them që aty vija që ndanë... Jam dhe unë e shqetësuar, po aqë sa ju, Klodian. Pra, po e ngrite atë akuzë, këtë duhet ta sqarojnë ata që kanë pas kufjet në vesh dhe i kanë dëgjuar. Atëherë nuk thotë intimidim. Cila mund të ishte akuza në këtë? Shantazh. Jo, në qoftë se ti... Kërcënim. Sipas ligjit, kush mund të ishte avokat? Shantazh kanosje. Shiko, po sepse po intimidimi në fakt metaforë është. Nuk është edhe në këtë rast... Tani një gjë është e sigurt që të denigrosh, të fyesh, të merresh me familjen. Edhe shpifja edhe shpifësh ndoshta, nuk e di këtë se them dot nëse kanë shpifur apo jo, se duhet ta verifikoj. Pra, ti thuash gjitha këto ndaj një prokurori ose një gjyqtari, mirë apo keq, nuk mund të ketë asgjë të lidhshme në mes. Pra, mund të bëjmë retorikë sa të doni ju, edhe metafora sa të duash, por sigurisht që një njeriu që është para burgim i lejohet një retorikë e shtuar, sepse ai është para burgim. Dhe tek e fundit për vetë zotin Veliaj, masa e tolerancës është shumë herë më e madhe. Por ama, një gazetar profesionist, një njëri që s'ka asgjë bëj me ngarkesë me çështjen, nuk mundet, sepse tek e fundit personi që është para burgim, patjetër që ka edhe drejtën të revoltohet, nuk e kontrollon ndoshta emocionin etj. Pra,
duhet kemi një lloj predispozicioni për qenë më tolerant ndaj gjuhës që përdoraj. Por është e patolerueshme pastaj që mund të pretendohet ligjshmëri apo justifikim qoftë edhe gazetaresk, nëse një gazetar kthehet në një pushk të një personi tjetër në kuptimin figurativ. Dhe është përdorur fjalor tepër denigrues edhe përçmues për qenie njerëzore, jo vetëm për prokurorin vet apo që jo vetëm që nuk i përshtatet, të jemi sinqertë atij personi, por që edhe nëse do t'i kishte ato gjëra nuk mund të thuhen. Dhe për fatin e keq Velia i bëri një keq shërbim edhe vetës, sepse besoj këtë duhet ta di avokati më i keqi dhe në fakt dhe më i mirë duhet ta marrë mend. Duhet ja thoshte këtë. Që gjykimi për te faktit se sa ligjor në fund është njerëzor, dhe nëse ti njerëzisht një njeri e vendos në pozita krejtësisht jo normale, mos prit një gjykim normal. Kaq e thjesht. Avokat. Jo, zoti Velia e ka drejt, nëse më lejon, Ylli. Zoti Velia e ka të drejtë të mbrohet dhe patjetër nëse ka prova dhe fakte ndaj prokurorit apo gjykatëve që inkriminojnë, ai duhet shkojë t'i adresojë në institucione, po jo të përdor ndaj prokurorit epitete apo terma fyes, kanosës, ofenduese të tjera me radhë. Do të thënë, ne kemi parë për gjatë ditëve... Mund kemi një lloj tolerancë më të madhe se sa... Po sido që të jetë toleranca, nuk ka pasur tolerancë në rastin konkret. Të tre njerëzit e politikës Ylli që janë... Dëgjoj... Do të një sekond, pyetje. Në përgjimet që janë dorëzuar në gjykat, në dijenin time, nuk marr përsipër të flas për ato të cilat nuk janë zbardhur, por ato që janë dorëzuar në gjykat, bëhet fjalë për një pagesë, vetëm për një pagesë që i referohet avokatit amerikan. Vetëm për një pagesë flitet. Por unë nuk jam në gjendje të them nëse ka tek pjesa e pasbardhur, sepse unë nuk marr përsipër kufjet i ka patur në vesh oficeri i BKH-s. Dhe vetëm ai bashkë me prokurorin mund të jenë në gjendje të japi një shpjegim në lidhje me këtë. Por ajo që është dorëzuar ka vetëm këtë moment. Avokat Velia do ta çojë çështjen në gjykatën e lartë. Sa zgjat kjo procedurë zakonisht? Po, në radhë parë do duhet ka afër qeveria thonë kështu. Problemi më i madh i dërgimit të çështës në gjykatë lartë është në radhë parë që duhet zbardhet vendimi. Zbardhja e vendimit për masat e sigurisë nuk ka afat normalisht, duhet bëhet shumë më shpejt. Por spakut, gjykatës posaçme është lëna dyfishja afatit zakonshëm. Pra nëse një gjykatë tjetër ka 30 ditë, ajo ka 60 ditë. Por brenda 60 ditësh gjykata ka drejtë ta ketë dispozicion kohën e vet për zbardhur. Time dhe besoj gjyqtarin fjalë që është një djalë shumë i mirë, për të qenies edhe gjyqtar i mirë. Nuk ma merr mend edhe atë sot. Urdhro? Sot e sulmuan dhe gjyqtarin. Mund ta sulmojnë, por të jemi sinqert, nuk kanë shkak për ta sulmuar. Ishte gati për të rënë në Grackën që kishte ngritur lobi. Gjithsesi unë mendoj që ai do e bëj shumë më shpejt se sa bë dhe padyshim që do ankimohet në gjykatën e lartë. Greqia i kap të gjitha që me Veliun. Ka edhe një problem tjetër, ndryshimet e vitit 2017 ndryshuan sistemin e ankimit masave të sigurisë. Dhe tashmë afati për ankimin është 45 ditë në gjykatën e lartë, por edhe trajtimi më përpara kishte kufizim gjykata e lartë brenda sa kohësh që duhet ta gjykonte brenda 30 ditëve, tani nuk ka më kufizim. Kështu që gjithsesi besoj që do gjykohet më shpejt, por të jemi sinqert, nuk mendoj se ka hapësirë që gjykata e lartë mund t'i përmirësojë pozitën, edhe pse nëse e bën do jetë çështje atributi gjykatës së lartë dhe arsyetimit. Por me provat e reja që ka paraqitur gjykata, pra në gjykatë posaçme të apelit, nuk mendoj se do ketë hapësirë. Por më tepër që gjykoj që duke patur një numër shumë të madh kallëzimesh dhe procedimesh në ngarkim të tij, dhe për shkak të një reaksioni të shkaktuar nga vetë, mendoj unë gabimi i zotit Veliaj, duke patur parasysh që deri dje kishte mbrojtjen e qenies kryetar bashkie dhe padyshim që ka qenë një pengesë jo e vogël, mendoj, për gjithë prokurorët për të vendosur përfundimisht për fatin e çështjeve, unë nuk do surprizohesha nëse nuk do ketë akuza të reja ndaj tij për çështje të tjera të cilat janë në hetime sipër, sepse asnjë prej çështjeve të tij nuk është mbyllur. As senatorët, as janë dhërat e tjera, unë ja bëra këtë pyetje dhe ju keni dyshime serioze që kjo mund të vijojë. Megjithatë, padyshim që unë respektoj pafajësinë e tij për sa kohë prezumohet i tillë, por betejën me sistemin e drejtësisë do ta ketë shumë të vështirë dhe mendoj është në rastet më të vështira, për shkak se është rasti i parë, po prapë dhe ky përbën një rekord, ku një zyrtar i lartë i atij niveli ka 9 akuza për 9 rastet, pra 9 rastet të veçanta për sa i përket akuzës korrupsionit.
të gjitha janë zakonisht 1, 2, nuk ka asnjëherë 9 episode. 9 thuaj nuk ka patur asnjëherë dhe është shumë. Nuk ka patur asnjëherë dhe është shumë. Dhe s'ka si të mos jenë të nënta. Dhe jo? nga ana tjetër, S'ka si mendoj mos jenë që të nënta. hetimi proaktiv që ka zgjedhur prokuroria e posaçme dhe ndihma që i ka dhënë nga pakujdesia vet zoti Velia, mendoj me gjithë çfarë rrethojnë, për mendimin tim e vën pozitë shumë vështirë juridike. Nuk dua që të flas gjëra sepse s'dua të pres shpresën sepse çdo njeri shpreson gjej drejtën e vet dhe ja uroj dhe atij ta gjej, por realisht hyn tek rastet e vështira. Pastaj nëse du me bë politikë dhe jo profesionalen, Atëherë mund themi që mund të bësh çfarë shumë duhet. gjëra tjera, por mendoj se një ndër gjërat që i shërben një njeriu kur është në pozitën e tij është të filloj ta shoh realitetin me drejt dhe të dëgjoj ndoshta njerëzit që se kanë qef, se njerëzit që kanë qef nuk do ja japin asnjëherë këshillën e dur. Ka të një pyetje tjetër për të ikur këtij momenti dhe ne kemi pyetje tjera. Ç'ndodh tani me Bashkinë e Tiranës? Për sa kohë mund të qëndroj Velia kryebashkiak në këto kushte? Atëherë, si rregull, Ai në fakt po ta vesh re, ka 2 gjuhë, dikush ka kolegët tanë, te lapsi Vikali botonin një fotografive të tij, ku vazhdimisht ai fotografitë që kujdeset i ka kështu që i ka në punë, që kujdeset për popullin, për shembull dhe për ditën e verës tani mund të ketë marr masa. Po. Nesër ditë e verës, me sa di, nesër. do ketë marr masa patjetër, edhe për të gjitha, për popullatën, për të varfrit, për të pensionistët e gjitha, këto ai vazhdon të merr masa. Vetëm një foto kishin mundur t'i kapin, domethënë janë të kujdesshëm sa ka një protokoll mjaft interesant dhe të ashpër nga grupet që e shoqërojnë. Më të ashpër, më të fortë se ç'mund ta kishte Edi Rama, them unë. Juridikisht për mua ata e kanë asgjësuar në Bashkinë e Tiranës, vetë partia e tij. Juridikisht nuk është ashtu. Juridikisht e kanë asgjësuar praktikisht. Po formalisht tani? Formalisht ai vazhdon të mbetet kryetari i bashkisë, kjo për arsye edhe të një praktike gjykatës shtetësuese që e kanë bërë unë praktikisht në rastin e ish kryetarit bashkisë të Vaudeos që u shkarkua kështu si shkarkonte Xhaxhen Verma përpara. Pra sot nuk mund të shkarkohet për sa kohë nuk ka vendim formës prayer, përveç se nëse Këshilli i Ministrave zgjedh ta bëjë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, Vendim formës prayer për çështjen e themel. për fajsi. Po, në Pa afekt. i gjyqi mund të zgjasë edhe me Me të zgjasë, nuk ka rëndësi. Pjesa tjetër është që në bazë ligjit për pushtetin vendor, Kjo është një nonsens. jo, se ta shpjegoj, se ka edhe Mund ta pjesë bëjë Këshilli i Ministrave dhe ka Këshilli të drejtë. Ministrave nuk do ta bëj. Procesi gjyqësor mund të zgjas 7 vjet. aq Po, ndërkohë zgjedhje do bën. Ka mbaruar mandati. mbaron mandati, por ka pjesën Pra ka mbaruar mandatin e plot. Ka pjesën tjetër. Në bazë ligjit për pushtetin vendor, kur kryebashkaku mungon 3 muaj pa arsye, 3 muaj nuk thot pa arsye me arsye si në rastin e zotit Berisha, normalisht Këshilli Bashkiak propozon shkarkimin e tij prap Këshillit Ministrave gjithmonë. Është e qartë që Këshilli i Ministrave nuk ka ndërmend që të marrë një hap të tillë sepse për arsye që mund t'i kuptojmë gjithë pse. Nga ana tjetër, do shtrohet prap çështja nëse mungesa e tij është me arsye apo është pa arsye, sikurse u shtrua edhe për zotin Berisha për sa i përket humbjes së mandatit. Dhe unë mendoj që është arsye madhore, nuk varet nga vullneti i tij. Kështu që ai do vazhdoj të vijojë si kryetar bashkie formalisht, por praktikisht ajo është çarmatosur nga çdo gjë sepse aty është dhënë komanda personave të tjerë të cilët shumë shpejt si suvërejt edhe tek pjesa e protestës, shumë shpejt me keqardhje mund t'ja them që do filloj që emri i tij të zvenitet komplet edhe brenda Bashkisë Tiranës, saqë do ndodh në seansën e dytë. Protesta do ndodhi shumë shpejt. Protesta nuk u zvenit, protesta u zvenit se erdhi urdhri nga lart. Nuk ka rëndësi, janë shumë faktorë. Gabim bet që shkuat atje. Ju tha dhe deputetët. Tani unë thash, ndoshta edhe këtë e thash, thjesht duhet ta përpiqesh ta kuptosh. Bashkan këto. Por problemi është që është proces natyror, të jemi sinqert, përtej dëshirave dhe orekseve politike që padyshim ndikojnë, është proces natyror që për fatin e keq kur një person ndodhet para burgim, fillojnë e harrojnë përveç familjarëve, gjithë fillojnë e harrojnë, sepse nuk kanë mas nevojë për te. Dhe do jetë, nëse që për mendimin tim para burgimit do i vijoj, edhe është vetëm në fillimet e tij, mendoj që shumë shpejt nuk do jetë më i lidhur thelbësisht me Bashkinë e Tiranës. Nuk do të jetë. Kemi gjë tjetër? S'besoj apo jo. Se ne procese kemi këtë tani, mund të jemi javën tjetër e gjitha. Jo, një fjali nëse lejohem. Në gjykatën e posaçme nëse e mbani mend, ju dhe i pati një debat dhe një përplasje shumë tashpër mes gjykatës dhe spakut nga një anë dhe policisë së shtetit nga ana tjetër.
Sepse në atë kohë, kur u bë protesta, nuk pati asnjë plan masash nga ana e policisë dhe u pretendua nga ana e gjykatës dhe SPAK-ut që u bë premis për vënien nën kërcënim apo nën presion të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po të shikojë gjatë këtyre 3 ditëve dhe të dile nga ajo që ne i themi ana e burgut, pra nga hyrja kryesore ku zoti Veliaj u shoqërua me furgonin e policisë, kishte një plan të detajuar masash, pra vetëm për të kaluar, nëse mund ta them ose për të parakaluar furgonin që transportonte zotin Veliaj, kishte 10 punonjës të policisë të cilët ishin vendosur kordon përpara gjykatës posaçme dhe prokurorisë posaçme. Pra kishte një ndryshim të kursit. Nëse në momentet e para policia la të zhvillojë protesta, madje dhe rrugën e hapte polici bashkiak se nuk ishte gjykundi policia e shtetit në atë kohë, 3 ditët e fundit, pra në 3 seancat radhasi, policia e shtetit kishte zbarkuar e gjitha përpara gjykatës posaçme. Do kalem në 3 momente që do të jemi sa më koncizë dhe të përmbledhur, si thuash, në mënyrë që të mos harxojmë shumë kohë. Dënohet Jorgo Goro dhe 10.000 metër katror sipërfaqe i kthehen shtetit në Bregdet. Jorgo Goro është dënuar me 3 vite 1 muaj burg, ish kryetari i Bashkisë i Marrës, për shpërdorim detyre dhe mos deklarim pasurie, dënim që i ulet në 2 vjet, i ishte ulur në 2 vite e 20 ditë për shkak të gjykimit të shkurtuar. Pse është dënuar Jorgo Goro? Kush më jap detyruar për të më folur për këtë? Është dënuar se është përdorur. Kaq e thjeshtë. A është dënuar se është përdorur, thot avokati. Konkretisht si? Falsifikoi letrat e tokës. Falsifikoi letrat e tokës, thot Tomori. Tani, Konkretisht si ndodhi dhe për këtë? Jorgo Goro u kallëzua nga Fredi Beleri, në atë kohë ishte zgjedhur Fredi Beleri kryetari i Bashkisë së Imarës dhe nëse mbani mend ishte në paraburgim dhe më pas u dënua për nuk u lejua të bëjë betimin dhe u dënua më pas për korrupsion zgjedhor. Në atë kohë zoti Beleri denoncoi zotin Goro, zonjën Olta Gjaçka, ish ministre e mbrojtjes dhe ish ministre e jashtme dhe bashortin e zonjës Gjaçka, Artan Gaçin, ish deputet i Partisë Socialiste. Nga hetimet e prokurorisë rezultoi që zoti Goro kishte shpërdoruar detyrën duke anashkaluar Këshillin e Qarkut për një pronë rreth 11.000 metra katror në fshatin Gjilek të Himarës, pronë mbi të cilën Artan Gaçi, pra kompania e tij, është duke ndërtuar investimin strategjik dhe ka marrë statusin e investitorit strategjik nga qeveria. Se s'ka tokë më. Ishte pra, këtë po sqaroj pra. Unë mendoj që meqense hoteli ka nisur të ndërtohet, toka është e konfiskuar, meqense vlera e investimit e hotelit kalon vlerën e truallit, i linde drejta e parablerjes dhe pastaj për të marrë parat, meqense nuk është gjendur fajtor, mund të hap gjyq civil me palën që ja ka shitur me dokumentat të falsifikuara. Dhe mund të zgjidhet në këtë lloj forme, se i bie pasaj që Bregdeti unë dua të shkoj, Ola, unë nuk dua të shkoj aq larg. Jo, meqense unë nuk dua fare të shkoj aq larg. Hoteli është ndërtuar, është praktikisht drejt fundit. Por ama ka një listë tek investime strategjike. Ka një nen më saktë që nëse është marrë ka të dhëna të rreme, automatikisht duhet riparë statusi investitori strategjik. Dhe unë mendoj që këtu duhet filloj gjithë diskutimi. Jorgo Goro po i lanë duart me drejtësinë, do kryej dënimin, do shkojë në shtëpinë e tij. Tani problemi është që do them diçka të lutem, atëherë statusi investitor strategjik nuk është marrë. Hoteli më bashorti i zonjës Gjaçka. Atëherë statusi investitor strategjik nuk është marrë me të dhëna të rreme përsa kohë SPAK dhe gjykata nuk ka gjetur fajtor zotin Artan Gaçi dhe zonjën Olta Gjaçka që është përfituese si bashkëshorta, po ai që ka kompaninë AGTCC në Mosgaboj, nuk e ka gjetur fajtor dhe bashkëpunëtor për falsifikimin e dokumentave. Se është bërë një alg më parë. Ndërkohë që po ashtu nga statusi investitor strategjik, nuk është përfituar toka, por është përfituar vetëm e drejta për shfrytëzimin e bregut të detit për 30 vjet që, siç e tha dhe zonja Gjaçka, mos vi dikush nga mali të na ngul çadrën përpara hotelit. Ne nga që jemi andi nga Veriu, do të shkojmë aty ta vëmë çadrën. Për ta shpjeguar vëmë traun aty nga analizore dhe mendoj që edhe nga kallëzimi që ka bërë zoti Beleri, edhe nga hetimet ka bërë prokuroria. Ne kanë vënë ja 2 trar, tani ta vënë pa dashur ti paragjykoj. Unë nuk mendoj që Ola, unë e kam disponuar atë dosje. Nëse zyrtarët e lartë, edhe unë gjithashtu e kam lexuar atë dosje, por nuk kam parë nëse prokuroria ka hetuar siç duhet
nëse implikohet ose jo përfituesi fundori tokës që është zoti Artan Gaçi, të cilën e ka marrë po. vlerë Shumë dakord. Atëherë qëndrojmë këtu. 38 euro në mos gaboj për metër katror, ndërkohë që unë në mendoj vitin e që parë ky është një jetim i lënë përgjithshëm, Ola. është nga 150 deri në 300 euro metër katror. Pra, është gati 3 herë më pak vlera e blerjes. Sepse unë e kam trajtuar atë rast, dhe e kam trajtuar kur nuk kishte kaq shumë vëmendje, e kam trajtuar në fillim fare. Tani prona është blerë nga Artan Gaçi ku nuk ishte ende e paregjistruar në hipotekë, e para fare. E dyta, është blerë me një çmim 20 ose 21 euro metri katror. Në fshatin Gjilek me çmimin e tregut minimalisht shkon sipërfaqja e tokës 150 euro e lartë metri katror. Pra aty ka aq shumë detaje. E ka gjetë okazion. Tani, okej, nëse e pranojmë kështu e mbyllim diskutimin. Tani ajo çfarë mendoj unë duhet hetuar. E kuptoj, pra e kuptoj, po ironi, dhe ka të drejtë, se Bregdeti Jugut Ylli është i gjithë i falsifikuar. Aty janë ndërtuar resorte, hotele etj me radhë, të gjitha mbi prona të falsifikuara dhe pronarët e vërtet nuk kanë marrë asgjë. Dhe absolutisht nuk ka avokat, ja një sekond. Ju lutem. Kur unë shkoj në verë, Ola, zakonisht aty kur zbres, është një njeri që i bie me jatë, ka marrë jatë ai tani, është me origjinë nga Kosova, jo në dashur. Te kujton gjithmonë ti. Kujtoj gjithmonë atë, sepse ai ka qenë dilleri, që ka bërndarje, sekseri. Pam, ka që e marrë këti. Jo, nuk besoj se është ky rasti. Jo të ky, jo. E disa investime strategjike të tjera. Pjesa dërmuse aty, ai, tani ka dhe jatë ai, edhe shëtit aty. Ecën me jatë. As kur si thot gje. As paku, as lagu, as bagu, as tagu. Zoti Rakipi, ndaj nuk duhet të ndalemi te Jorgo Goro. Jorgo Goro do ta vuaj dënimin që ka marrë dhe do shkojnë në shtëpinë e vet. Problemi është që janë dhënë statuse të investitorëve strategjik mbi prona që janë përvetësuar në mënyrë të paligjshme dhe përmes falsifikimit dokumentave. Dhe nëse ka normalisht një gjë në këtë vend që Bregdeti është të zhvatur i gjithë me pronat falsifikuara, pra duke u marrë pronat në mënyrë të padrejtë dhe pronarët e vërtet nuk kanë përfituar asgjë, unë mendoj që këtu duhet ta vëmë thelbin dhe theksin që duhet ketë një hetim tërësor për gjithë skandalin e tjetërsimit të pronave në Bregdet. Sepse ja u dënua Jorgo Goro 2 vjet, e ka kryer më shumë se gjysmën e dënimit, përfundoi historia. Problemi është që për 1 miliard euro investime në Bregdet, Klodi, këtë duhet të harrosh se tani shumica e resorteve të oligarkëve që unë kam të drejtë ta them dhe t'ja kërkoj institucionit. Pastaj nis apo nuk nis nuk e di, por unë kam të drejtë si qytetari i këtij vendit që zonja Gjashka del me zë me figurë dhe thotë e ka marrë atë plazhin se nuk le të ngulin çadrën, edhe na fyen, do me thënë, pronat atyre që banojnë në himar, në bashki, dhe që kanë shtëpitë e tyre 300-400 hektare dhe kanë akoma si normalitet, sepse deti është i të gjithve, nuk është as i Olta Gjashkës, as i Artan Gaçit, është i çdo qytetari i cili do të shkojë në det. Dhe nuk mund t'i vërtraun, dhe këtu duhet filloj gjithë diskutimi. Jordani do t'i konsideron të diskriminime pozitive. Atere, kalojmë në një moment, besoj duhet kalojmë në një moment tjetër tani, zonja Lada, të incinatorit Tiranës së kujt i mbeti faj. Vazhdimisht në studion tonë avokat, e ngrem këtë punë në incinatorit Tiranës, po kjo mbeti, do me thënë, fare të vejve u mbeti aji, populli shqiptar ka dhe fraza këshu, janë pak, jusën banale këshu, po do njerë janë efikase. Do që në derë tani u kanë betur shumë pak njërës dhe poshtë të këj rasti i senatorëve. Nuk ka vajtur... Kush kapët është marrë dhe është erë do që diku aty dhe kaq. Tani, kujt i mbeti faj tani, Alqi Bllako është dënuar me 4 vite burg për në senatorin e Tiranës. Dënim që ullet për shkak të gjykimit shkurtuar në 2 vite 8 muaj. Për çfarë u dënua Bllako tani? Edhe vijojmë pak me... Tani, Bllako ka 2 raste dyshuara të korrupsionit, një rast që ka propozuar punësimin e Vladimir Bezhanit si këshilltari i jashtëm i Lefter Kokës në atë ministër i mjedisit, dhe nga ana tjetër dyshohet sipas pak që ka përfituar një shumë për të paguara nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, pronarët faktik të incineratorit të Tiranës, për pajisjet e kompanisë babait të tij. Unë fakt nuk dua të ndalem te zoti Bllako, sepse unë nuk mendoj që peshku i madh i incineratorëve është Alqi Bllako, ai ka pjesën e tij të faj dhe të vuaj dënimin për atë që ka bë, edhe po e vuan, po qëndron aty, iku njerë, e morën me dhunë, e kapën për fytin nga Greqia, sollën Shqipëri, ne e di me kemi trajtuar. Unë i kam dërguar regjisë Rozhanit, i kam dërguar një shkres Ylli,
se unë mendoj që këtu duhet të ndalemi pak. Nëse regjia mund të na e vënë dispozicion, është pikërisht kjo shkresë që unë kam siguruar nga nëse te i zotit Bllako. Kjo shkresa, po? Tani, kjo është një shkresë që Agjencia e Administrimit Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, e kam trajtuar dhe në birë në fakt si ngjarje, u ka dërguar 5 bashkive të qarkut, Bashkisë së Tiranës, Bashkisë së Vorrës, së Kavajës dhe Bashkisë së Kamzës, dhe për herë të parë zyrtarisht qeveria, se kështu mund ta them, se institucion varësi qeverisë është, pranon që të gjitha kapacitetet në landfillin e Sharrës janë duke u ezauruar. Pra Shqipëria, edhe pse ka hargjuar 130 milion, mos gabojmë, Ola duhet më ndihmoj me shifrën, janë 10 milion euro nga ana e buxhetit të shtetit dhe afro 60 milion euro nga privatët, 120 milion, që nga pak më shumë. Edhe pse janë hedhur dhe mendohet që janë zhdukur 120 milion euro, landfilli i Sharrës është drejt mbylljes dhe imagjinoni ylli se çfarë do të ndodh me Tiranën. Pra Tirana ekziston rreziku shumë i lartë që të përmbytet nga plerat. Dhe di çfarë kërkon? Jo, shumë këndshëm, ke gabim. Nuk do kënaqem. Okej. Po, atëherë. Atëherë, kjo shkresë, di çfarë tregon ylli? Po. Që qeveria Rama e ka çuar deri në atë pikë situatën sa Tirana dhe gjithë qarku i Tiranës mund të përmbytet nga plera dhe mund të jemi përpara një katastrofe mjedisore. Dhe agjencia, duke qenë se kapaciteti i Sharrës po mbyllet përfundimisht, ju kërkon të gjitha bashkive të qarkut të bëjnë ndarjen e mbetjeve në burim. Çfarë nuk kupton ndarja e mbetjeve në burim? Që qytetarët që kur e nxjerrin pra mbetjen nga shtëpia duhet ta ndajnë, veç mas plastikën, veç mas qelçin, veç mas mbetjet e tjera. Dhe kur shkojnë te koshi të kenë koshat e përcaktuar për secilën nga këto tipologji mbetjesh. Dhe unë fola, sepse vetmja bashki që pranoi të fliste ishte Bashkia e Kavajës duke qenë opozitare, sepse bashkitë e tjera refuzuan të jepnin shpjegim, dhe ato thanë që është e pamundur, sepse ne nuk kemi së pari kapacitete njerëzore, së dyti nuk kemi mundësi financiare, sepse kjo e rrit ndjeshëm koston për Bashkinë e Kavajës, një bashki e cila normalisht nuk siguron aq të ardhura sa të bëj këtë proces, dhe vetmja mundësi që ne po propozojmë me grupin tonë të punës, më tha sekretari i përgjithshëm i bashkisë, është që të vëmë, pra të hapim një landfill të vjetër që ka patur dhe ka shfrytzuar më herët Bashkia e Kavajës. Pra imagjinoni, janë miliona euro të hedhura dhe miliona euro të vjedhura, dhe kemi në burg Alçi Bllakun, Lefter Kokën, le ta vuajnë ndërnimin e tyre dhe ca. A vijojnë hetimet për incineratorin e Tiranës? Por unë po them një gjë më të madhe se hetimet. Unë po të them që kanë ikur miliona dhe landfilli Sharrës po mbyllet. Ndërkohë Spaku nuk ka dërguar në burg përgjegjësit e vërtet. Avijojnë, duhet të çojnë njerëzit në burg përgjegjësit. Ministret edhe ministrat me radhë kur i thonim pse se negocioni kontratën minimalisht ulni tarifën ta bëni jo 29 euro, po 15 euro ose 12.5 euro sa ç'është për kapsulimin. Kur i thonim pse vazhdoni kontratën, jo na hedhin në arbitrazh dhe na pyesnin a doni që Tirana të përmbytet nga plerat? Ajo që është duke thënë Klodi tani ylli është që Tirana rrezikon punë javësh ose muajsh që të përmbytet nga plerat. Ose do të kërkoj ndërtimin e inceneratorit, që prap do jetë kosto për ne. Kosha do t'jem plot, makinat e mbeturinave mund t'i marrin, por nuk do t'ket më vend për t'i depozituar në landfill. E njëjta krizë që ndodhi në Durrës nëse ju kujtohet 3-4 vjet më parë. Hapet grop tjetër sot avokati? Po, tani aty s'ka grop është kthy mal, kështu që se ku? Mirë ata që do shkojnë aty afër. I kanë përhapur nëpër Tiranë ata, çojnë ku doni thon, i marrin bizneset të dhera dhe i depozitojnë ku t'gjejnë, edhe nëpër Lumenj. Tani do fillojnë dhe me mbledhjet të historisë. Po vetë fakti që aty u dërguan gjithë dherat, praktikisht gjithë investimin nuk dërgohen dherat bashkë me mbetjet urbane me një vend. Ata praktikisht me dherat e nxorën jashtë përdorimit si landfill. Sepse dherat, po dakord, po sasia është marramendse dhe nuk ka landfill në botë që do mbajtë dherat e një qyteti në zhvillim si Tirana. Për shkak se hynin pa faturë një pjesë e mirë e dherave, janë përdorur si bankomati personal i atyre që ishin në arratim i Rel Mërtirit, Klodian Zotos, një pjesë e parave të dherave dhe më pas nuk mund ta them, por kushdo që ka punuar në landfill nuk ka prer faturë dhe hap traun
mbyte me dhera. Tani do thonë, duhen dhe një 300 milion euro tjera që të gjemi zgjidhje. Përfundimtare. Përfundimtare. 300 milion, thotë. Po do thonë shifra. Se ka kompani që vjen në ndërtu incinerator pas kësaj historie më të ne, harroje. Mërtiri vjen prapa, pse? Tani po e kthejnë prap të riciklimit, tek ajo që kishim strategji. Mërtimin një telefon dhe... Lodje, mbanë në strategjin që kishim në fillim që ishte riciklimi dhe i fundit që incinerimi, tani po e kthejmë prap riciklimin. Pra nga 2013 deri në 2025 nga është bërë goxha progres. Atere... Kara dhe bëjnë dhe letrat mirë edhe. Që ka blerë dhe investuar në tokën e kom fiksuar sot, thot dikush, por nuk jam në gjendje të ta përcjell këtë gjë se duket tani. E ka për investimin strategjik të ishtë deputetit Artan Gaçi. Po me hetimin e Erion Velit për këtë incineratorin ka gjë apo? Po thash pra më herë që vijon. Vijon, ha? Po unë mendoj që do jetë një çështje më e madhe se Veliaj. Të nderuar histori vetëm sikus këtu të gjitha gjërat vijojnë. Është vijim çdo gjë këtu. Por çështja e verave, po nuk do ta kuptoj sonte Ylli tani se nuk dua të më ikësh dhe ti nga emisioni Ylli. Problemi është që kjo histori nuk është vetëm po i ka humbur. Erion Velia tani shkon më lart se Erion Velia historia. Pra ne nuk mund të ndalemi më që hetimi po vijon, unë mendoj që është absolutisht i vonuar Spaku, ka dështuar me çështjen e incineratorëve, duhet ta kishte dhënë një çështje tjetër, ta kishte jetuar si grup kriminal. Por sot që flasim, po them, shqetësimi duhet rritet dhe qytetarët duhet realisht të reagojnë për këtë çështje, sepse nesër do mbyten nga plerat. Për çështjen e incineratorit të Tiranës? Dikush, po vazhdoj. Çështja e dherave, me aq sa ka zbardhur Spaku, tregon se si gjithë aparati Bashkisë së Tiranës dhe institucionet kryesore, përfshirë Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë Bashkiake, ishin në shërbim të skuadrës Mirel Mërtiri dhe Klodian Zotos, për t'i vënë nga mbrapa nga një polic dhe një punonjës të kompanisë Integritit Energji, dhe për të parë, u hap gropa, sa e keni volumin e dherave, a e deklaroni dhe a e depozitoni të gjithë për të marrë. Toka pra e këti. Po sa po asqaruam që toka mbi të cilën është ndërtuar hoteli Artan Gaçi si investitor strategjik, është sekuestruar dhe ka kaluar në llogaritë të shtetit. Ndaj unë thash që thelbi historisë, jo sekuestruar. Avokatë, më shkruan avokatë Gurali Ibrahimllari tani ditën e ene të tjera ditët se tani s'kemi kohë për këtë pjesë. Çfarë pretendon zoti Ibrahimllari? Mbrojtësi i shoqërisë AGTCS që ka blerë dhe investuar në tokën e konfiskuar sot, do ta thresim dhe avokatin edhe tjera. Më thënë që të mos zgjati më tej se krijojmë konfuzion dhe nuk e kuptojnë dhe njerëzit. Njerëzit nuk e kuptojnë. Atere, avokat do të thresim në pas në pensionet e ardhshme, patjetër pa problem. Nëse ka një pretendim, mund t'ja... Po s'kemi kohë për të... Ka të drejtën, pala që përmendet. Prandaj. Po tani si të lidhe mund të kaloj 20 minuta? Ai mund të ketë shumë drejt. Ditën e enë ne sqarojmë. Nuk është se ne vendosëm tani dhe u shkatrua bota me këtë që thamë ne. Ditën e enë ai të dalë të flasë. Por ka ndodhur kjo, avokati ka marrë dënimin e gjitha. Avokati thash, më falë, ishtë kryetari i bashkisë. Vetëm nëse më lejon. E mbyllim këtu, po. Do ta lexoj këtë për hir të transparencës dhe asaj çfarë thot zoti Ibrahimllari. Gjykata urdhëron konfiskimin e pasurive të mëposhtme. 5512 metër katror e ndodhur në Gjilek, fshati Gjilek, e regjistruar në regjistrin hipotekor në ASHK në emër të kompanisë AGTCS. Po ashtu është konfiskuar edhe sipërfaqja prej 5080 metër katror, sipas AMTP-s ka numrin përkatës, e cila po ashtu është e regjistruar dhe e pozicionuar lidhur me këtë pasuri dhe rezulton erën tjetër. Ne bisedojmë edhe me avokatin, që ndryte unë edhe kështu. Po për transparencë, pra për qënë korrekt. Jo, po s'ka transparencë, sepse da i kërkon të flasë dhe ne lem për javën e ardhshme, është shumë e thjeshtë. Tani, kam dhe një pyetje tjetër unë për para se të kalojt e pjesa dytë që është shumë e rëndësishme, se si kur se keni dëgjuar avokatë, u bën listat e deputetëve, kandidatëve deputetëve dhe thres panelin që do flasë për këtë temë shumë të rëndësishme. Edhe Partia Demokratike, edhe Partia Socialiste, edhe të gjithë tjerët kanë sjellë shumë njerëz që do bëhen deputet. 3 milion shqiptarë të 3 kërkon e çiftin e emrin e vet. Kemi përpara të gjitha. Kam dhe një pyetje. Është arrestuar dhe Klodi se mos ke marrë kuptuar gjeti këto. Është arrestuar dhe dashura e Safet Bajrit. Për çfarë dyshohet kjo?
Tani, ylli unë kam trajtuar dosjen e Safet Bajrit mbrëm në emisionin tim në Shënjestër, drejt që gjithmonë e citoj. Paka shumë e pashe. Në të drejton, isha e dyzuar nëse emrin e vajzës mund ta ekspozoja apo jo. Vajza e cila është arrestuar 5 ditë pas Safet Bajrit. Unë kam shartuar kodin e... Ja, unë dhe kryetari tjetër i shoqatës kemi bërë kodin e etikës, kemi shartuar kodin e anglisë me kodin gjerman dhe kemi bërë dhe ne një kod për Shqipërinë, për ne. Në qoftë se ajo përben rëndësi për publikun e gjerë, dhe në këtë rast, kur arrestohet një njeri, ka rëndësi, sepse... Po ju asqaroj. Thonë që ka marrë pjesë në vrasje. Atere, emri mbi emri gjitha thuen. Mbrëmjen e kaluar, unë isha në padjeni që vajza ishte ndaluar. Ajo rezulton pronare e një dyqani në zonën e Mislimshyrit. Në kohën që ka ndodhur... Mislimshyr, po. Në kohën që ka ndodhur vrasja e Fatbar Lici, që është gjagja Ibrahim Licit, kundërshtari i përbetuar i Bajrave, vajza në fjalë ka qenë në lidhje me Safet Bajrin, që konsiderohet i fortë i Dobraçit, dhe si pas hetimeve të prokurorisë, rezulton se ajo ka krijuar kushtet, pra ka drejtuar automjetin dhe ka përkrahur autorët e krimit, Safet Bajrin dhe Asmer Bilalin, për t'i larguar nga vendi i ngjarjes pasi sipas pak pasi është kryer vrasja. Kështu që vajza është ndaluar më pas dhe unë vetëm ditën e sotme kam rënë në dijeni të faktit që ajo ishte arrestuar. Fillimisht kishte patur urdhër ndalimi nga SPAK, ishte marrë në pyetje dhe më pas gjykata e posaçme kishte caktuar ndaj kësaj zonje masën e sigurisë arrest në burg për 2 akuza, për krahje të autorëve të krimit dhe për krim të kushteve për të kryer vrasje. Dhe aktualisht që ne flasim, sipas burimeve zyrtare të policisë së shtetit, ajo është transferuar për të qëndruar në masën e sigurisë arrest në burgun e grave në Pogradec. Mënyra se si trajtohet në dosje, thash, unë sot kam rënë ndjeni të faktit, historia është e tillë që sipas SPAK-ut, Safet Bajri në bashkëpunim me kushirin e tij Behar Bajri dhe Asmer Bilalin kanë organizuar dhe realizuar vrasjen e Fatbar Licit, pasi ata dyshonin që Ibrahim Lici kishte vrarë mikun e tyre Boran Bërçana. Boran Bërçana dyshohej se kishte vënë tritolin tek dhëndri i familjes Lici, Lulzim Kulla, ngjarje që ndezi edhe Shkodrën në 2018 dhe për fat keq shkaktoi një seri vrasjesh. Realisht është ndër të paktat raste se përgjithsisht Shkodra është e ashpër si natyrë, pra në kriminalitet, dhe është e para herë që mua më rezulton që një vajzë të jetë e përfshirë edhe pse në mënyrë rrethanore në një ngjarje të rëndë kriminale, edhe pse vajza në rastin konkret. Pra, në një vrasje, sepse ideja është që përgjithsisht ata janë të ashpër, veprojnë edhe mbi bazën e rregullave kanunore e tjera me radhë, por kjo është hera e parë në Shkodër që më rezulton një vajzë e përfshirë dhe e dyshuar, edhe pse thash në mënyrë rrethanore, në një ngjarje kaq të rëndë kriminale. Kështu që në ditën vijim besoj do të kemi edhe detaje, sepse ajo do të ankimojë vendimin dhe do të ketë dhe më shumë detaje sa i përket rolit saj. Tani, si që thashtë, në rrëtë e shikus, në pjesën e dytë jemi me problemin shumë të rëndësishëm të kandidatëve, të listave, të britmave që pëlshojnë një pjesë e tyre, që nuk janë dakord, po ka që janë dakord. Tani këshu është kjo botë, këshu është nërtuar bota që kemi ne këtu, sidomos bota politike, shumë interesante. Unë kam thirur Arlin Qiorin, kryetari i Lëvizjes Bashk, Presh Zogajn, Ergjys Mërtirin, Andi Bushatin, Roland Bego do të thot diçka në lidhje, Andi Mustafaj që ka qenë kandidat dhe nuk është shumë të largoja në lidhje këta. Thonë 2-3 gjera dhe ikin, po këshu do kemi do me thënë në pjesën fundore të kësaj pjese, si që thash, djali Trumpit ka zbritur direkt në Beograd, dhe ne do të kemi një lidhje shumë të rëndësishme me Shkërzen Gashin, po dhe me kolegët tu do thonë dojnë gjë, sepse tani Trumpi mund të bëj bizneset të mëdha në rajon, këtu ku jemi, ndoshta edhe këtu të ne. Kemi dëgjuar që Dhëndri, djali ka zbritur në Beograd, Dhëndri ka zbritur në ishullin tonë. Dhe ndoshta begatohemi, ndoshta Trumpi e rregullon tani këtë pjesë ku jemi ne. Në këtë humbëtirë se tani një copë e vogël është kjo për faleminderit shumë të nderuar kolegë, avokat. Faleminderit shumë, kënaqësi që edhe takohemi bashkë. Edhe do të jemi edhe në ditët e tjera, sigurisht. Me kënaqësi. Fare shkurt publicitet rikthehemi.